Shpella e shkruar e Lepenicës, e cila ndodhet 800 metra mbi nivelin e detit, është e veçanta për pikturat e saj shkëmbore. Daton rreth 3000 vite para ere son. E ngjashme me shpellat të tjera të cilët janë zbuluar në Itali, në Greqi apo edhe në vende të tjera të Ballkanit, ndërkohë që është e vetmja e cila është në qarkun e Vlorës. E veçantë për pikturat shkëmbore, paraprakisht ka marrë mbrojtje paraprake. Megjithatë, Drejtoria e Monumenteve të Kulturës i ka bërë kërkesë ministrisë për ta shpellur atë monument kulture. Një të shpellat më të vizituara së fundmi edhe nga turistët, ndërkohë që po punohet për restaurimin dhe rikthimin e identitet të pikturave shkëmbore. Shpella e shkruar e Lepenicës në Vlorë, një nga zbulimet më të rëndësishme historike për zonën jugperëndimore të vendit, por edhe në Shqipëri. Bëhet fjalë për pikturat shkëmbore të gjendura në pjesën e sipërme të saj, të cilat mendohen se datojnë në mijëvjeçarin e tretë para erës son, ose quhetur ndryshe edhe si periudha e neolitit të vonë. Shpellat e ngjashme janë gjetur edhe në veri të vendit, por ato i përkasin periudhave të mëvonshme, kryesisht të mesjetës. Në brendësi të saj gjenden 19 figura antropomorfe dhe 8 figura gjeometrike të shregullta. Arkeologu Kredilian Qipa konfirmon se bëhet fjalë për një zbulim shumë të rëndësishëm për zonën, ndërsa fillimisht gjetja dhe dokumentimi i saj daton në vitet 70. Atë ndodhemi tek shpella e shkruar e Lepenicës, e cila ndodhet në malin e Lepenicës, në një lartësi rreth 800 metra mbi nivelin e detit, në një pikë nga pikpamja vizuale dominuese për gjithë luginën e Shushicës. Këtu ndodhet një nga format e artit më të hershme të dokumentuara në Republikën e Shqipërisë, piktura e Lepenicës, piktura shkëmbore e Lepenicës. Ajo është identifikuar dhe studiuar dhe botuar fillimisht nga profesor Muzafer Kurkuti në fillim të viteve 70, i cili është, le të themi, pionieri i studimit të kësaj forme arti prehistorike. Është mjaft e rëndësishme për vetë zonën, por edhe mjaft mirë dokumentuar në Shqipëri dhe është e vetmja me të tilla vlera. Të ngjashme me këtë pikturë shkëmbore janë gjetur edhe në vende të tjera, si Spanja apo Bosnja e vendet të Ballkanit, ndërsa mendohet edhe si një lloj antuari për besimet e kohës. Kjo tregon edhe faktin se vendos Shqipërinë në kuadrin e një kulture të gjerë europiane. Pikpamjet janë të ndryshme. Sigurisht ajo është një pikturë shkëmbore, një formë arti e shprehur jo vetëm në Shqipëri, po e shprehur në të gjithë zonën e Europës edhe të Ballkanit. Pikturat e ngjashme gjenden nga Spanja, në vendet nordike, duke ardhur deri në Ballkan edhe më në lindje akoma. Kështu që është një formë arti që e vendos Shqipërinë në kuadrin e një kulture të gjerë europiane, le të themi edhe mesdhetare të kohës vetë në prehistori. Por për sa i përket Shqipërisë, kjo formë arti, le të them, është gati unikale në territorin e Shqipërisë dhe është, le të themi, siti ose piktura shkëmbore më mirë e dokumentuar dhe më mirë e datuar në raport me të gjitha format e tjera të pikturës shkëmbore të gjetur në territorin e Republikës së Shqipërisë. Atëherë, e para ajo është art shkëmbor dhe e dyta ka dhe hipoteza që mund të jetë edhe një lloj sanktuari për periudhën, pra për që i dedikoj, le të themi, besimeve të kohës. Sot ajo ka statusin e mbrojtjes paraprake, ndërsa nga monumentet e kulturës në Vlorë, fillimisht në vitin 2019 bashkë me homolog spanjoll dhe më pas në vitin 2023 janë kryer studime, gërmime dhe ulëmtime, apo dhe një projekt që së bashku me ministrin kjo shpellë të marrë statusin e trashëgimisë kulturore për vlerat historike që ka. Natyrisht sipas Çipës ka patur dëmtime nga banor apo edhe blektor, por dhe nga zjarret e ndezura në të, por ajo ruan mjaft mirë vlerat e saj. Ndaj një thirrje vjen nga vetë arkeologu për ta ruajtur edhe nga vetë banorët, pasi për shkak të dokumentimit të saj, shpella ka ngjallur dhe interesin e turistëve të huaj. Me të marrë statusin e monumentit të kulturës dhe njohjes së zonës së mbrojtur arkeologjike, që është një hap shumë i rëndësishëm drejt mbrojtjes së saj. Hapi radhës është vijimi i projektit që ne kemi për restaurimin e pikturës shkëmbore. Kjo është e domosdoshme, pastrimin e saj, kutjet e mundur, dhe sigurisht dhe hapa të mëtejshme për promovimin e saj për turizmin, duke krijuar dhe një farë infrastrukture për këtë pjesë. Sigurisht hapa të mëtejshme do të jenë në lidhje me ndërgjegjësimin e komunitetit, i cili, le të themi, është i ndërgjegjësuar, nuk është se s'është i ndërgjegjësuar, por për të kuptuar më tej jo vetëm vlerat historike, kulturore që ka ky sit, por edhe vlerat monetare që mund të sjellë në të ardhmen turizmi vetë fshatit Lepenicë, por zonave të tjera përreth, gjithë zonës përreth. Ne këtu duhet, le të themi, të bëjmë një apel. E para që mos të gdenden më emra personal njerëzish që vinë dhe vizitojnë, sepse kjo duhet dëmtoj më tej pikturën shkëmbore.
Apeli tjetër është për njerëzit blegtorët që vinë këtu dhe ndezin zjarre poshtë Terës Shkëmbore, do t'ju luteshim, është shumë e rëndësishme të mos vijojnë të ndezin zjarre aty, sepse kjo rrezikon humbjen totale të pikturës shkëmbore. Dhe sigurisht pastaj vetë komuniteti, siç e thash, është i ndërgjegjësuar që ky monument i rëndësishëm të ruhet, edhe ne do bëjmë fushata të mëtejshme për ndërgjegjësimin e mëtejshëm. Fakti që shpella ka ngjall interes dhe është vizituar nga të huaj pranohet edhe nga banorë të zonës. Banori i Lepenicës Dritan Rexhepaj pranon se tashmë numri i vizitorëve të huaj është rritur ndjeshëm, ndërsa kjo shpellë është edhe një krenari për vetë zonën, por që duhet padyshim më shumë vëmendje për ta ristauruar dhe për ta mbrojtur. Shpella e shkruar e Lepenicës, si ka qenë më para, si është? Ka interes, ka vizitor? Shumë fare. Sidomos me bërjen e rrugës që e bë firma, interesi sa po vjen edhe. Se infrastruktura ke parasysh gjithandej për turizmi, për turistat, për studiuesët, për këta që vinë është shtuar shumë. Çfarë janë kryesisht të huaj shqiptar? Huaj, sidomos austriak, francez, shumë fare, ndofta informacioni ka qenë dhe i dohet, po me kohën që ka ardhur në internet, këto po ishte problemi i stopimit të rrugës, e vini deri diku dhe nuk orientoheshin dot. Se tashtin 200-300 metra vija ajrore, ka ardhur rruga deri këtu dhe vinë shumë fare që i orientojnë. Se më pare ishte e pamundur, dojnë me shoqërues që nga Vlora, me... Çfarë do të thotë numri shtimit të vizitorëve të huaj? Do të thotë interesin dhe promovimin dhe sidomos të zonës. Më përpara nuk ishte shumë, kishte informacion, po i dobët, sidomos kohët e fundit ka marrë shumë emër. Edhe nga vlerat historike, sepse ai është një monument i rrallë për jo vetëm për Lepenicën e zonën tonë, por për gjithë Shqipërinë. Shpella e shkruar e Lepenicës është një nga zbulimet më të rëndësishme historike, edhe për shkak të dokumentimit të saj, edhe në gjuhë të huaj ka ngjallur interes për të vizituar pavarësisht vështirësive për t'u arritur. Ajo është nga të vetmet në Shqipëri me piktura shkëmbore që mendohet se daton në mijëvjeçarin e tretë para erës. Kjo e bën atë që të jetë tashmë në mbrojtje paraprake, me synimin për të marrë statusin e trashëgimisë kulturore, dhe që do të jetë një vlerë për zhvillimin edhe më tej të zonën përreth, por padyshim edhe për ta mbrojtur këtë vlerë historike.